Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Sot e gjithë vëmendja në ekranin e Vision Plus ku nis rrugëtimin Ferma VIP, edicioni 2 i këtij formati vjen me risi dhe nën moderimin e Luana Vjollcës. Berisha fton Ramën të miratojnë së bashku ligjin për minimumin jetik që sjell rritjen e pensioneve, premton edhe uljen e taksave për apartamentet. Ekspertët kërkojnë shtimin e laboratorëve në pikat kufitare për rritjen e sigurisë ushqimore, më shumë kontrolle për produktet e rrezikshme në treg. Do të njihemi më gjërësisht me lajmet. Nga sot nis vëmendja tek Ferma VIP 2 që nis rrugëtimin në ekranin e Vision Plus. Formati rekordeve në shikueshmëri vjen këtë herë në moderimin e Luana Vjollcës. Në mbrëmje do të zbulohen konkurrentët e edicionit të dytë. Publiku mund të ndjek në çdo moment të ditës aktivitetin e fermerëve në kanalet e dedikuara në platformën Tring. Spektakli shumë pritur nga të gjithë Ferma VIP 2 do të nisë rrugëtimin nga sot vetëm në ekranin e televizionit Vision Plus dhe 24 orë në 2 kanalet e dedikuara në Tring. Edicioni 2 i këtij super prodhimi garanton një sukses të vërtet, duke sjellë në ekran emra të njohur nga bota e showbizit dhe jo vetëm. Ky format do të mundësoj një kombinim të përsosur mes aventurës dhe mbështetjes së bashkëpunimit, ndërsa çdo pjesëmarrës do të bëjë gjithçka për të arritur finalen. Në moderimin e Luana Vjollcës, ky prodhimi Vision Plus do të sfidojë aftësitë e pjesëmarrësve në punë fizike, si dhe strategjitë e tyre për të krijuar aleanca, për të menaxhuar emocionet dhe për të bashkëtuar në një ambient ku çdo hap mund të ndikojë në fatin e tyre. Përveç ngjarjeve që do të zhvillohen në ferm, ky sezon do të sjellë elemente të reja që do të japin programit një ritëm të shpejtë dhe të paparashikueshëm. Momente të tensionuara dhe sfida që vënë në dyshim forcën dhe durimin e secilit janë një pjesë rëndësishme e këtij edicioni. E madhe ka qenë jehona e deritanishme, kurreshtja ende pa nisur, po të shumt janë emrat që janë përfolur dhe diskutuar në rrjetet sociale, si konkurrent, si të ftuar apo si opinionistë të spektaklit të madh. Përmes një miksimi të elementeve të reality show dhe programit të lojrave, Ferma VIP 2 do të angazhojë të gjithë ata që e ndjekin, duke u bërë kështu një nga spektaklet më të ndjekura dhe më të diskutuar në Shqipëri. Nga kjo e hënë, mos u ndani 2 kanaleve të dedikuara në platformën Tring si dhe ekranit të Vision Plus. Sali Berisha ftoi kryeministrin Rama të miratojnë së bashku në parlament ligjin për minimumin jetik që do ta çonte edhe pensionin më të vogël në shumën 500 euro. Kreu Demokratu ndal edhe tek çmimet e larta të apartamenteve duke premtuar uljen e taksave aktuale. 2 ditë pasi kryeministri Rama premtoi rritjen e pensioneve në 200 euro, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili prej kohësh e ka pasur këtë premtim, i bëri ftesë liderit mazhorancës të mbledh parlamentin e të votojë rritjen e pensioneve. Berisha ka sjellë në vëmendje se disa muaj më para i depozitoi projekt ligjin për vendosjen e minimumit jetik në masën 200 euro, duke theksuar se mjafton që Partia Socialiste ta votojë këtë ligj, e zgjidhet edhe problemi i pensioneve. Ligji i minimumit jetik sillte në mënyrë automatike pensionin minimal 200 euro. Sepse nuk mund të kishte pas vendosjes minimumit jetik asnjë shqiptar që merrte në dën 200 euro. Në qoftë se Edi Rama do të provojë se nuk është një rrenc 2 metra, le të vi ta votojmë nesër në parlament, ta thrasim parlamentin, ta votojmë ligjin. Ja, të vi nesër. Kryetari i Partisë Demokratike prezantoi sot një paketë ulje taksash në sektorin e ndërtimit, që synon të sjellë uljen e çmimeve për apartamentet. Taksa 3% e strehimit social mbi çmimin e shitjes shfuqizohet. Tarifa 1% e lejes së zhvillimit mbi vlerën e investimit shfuqizohet.
tarifa e rivlerësimit të pronës do ulet nga 5 në 1%. Si mundet të përballen njerëzit me rrogat më të ulta, me çmimet më të larta për shërimin. Nga ana tjetër, Berisha premtoi luftë ndaj krimit, paratë të cilit sipas kryetarit të Partisë Demokratike janë futur në ndërtim. Në rrekullat që ne i quajmë monumentet të drogës dhe korrupsionit, është e faktuar që 80% e financimit tyre nuk vjen nga bankat, vjen nga nën toka. A e dini ju kush është në këmbësja e Rams për lejet dhe për projektet? Ajo është zonja Rocco, motra e 2 lejtnantëve të Suelçels. Faktikisht, lejet e ndërtimit dhe projektet i menaxhon Edi Rama me Suelçelën. Kjo është e vërteta. Krahas premtimeve në fushën ekonomike, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përsëriti vendosmërinë e tij për të zhbërë reformën në drejtësi, e cila sipas tij ka dështuar. Ekspertët e ekonomisë e konsiderojnë populist premtimin e partive për rritjen e pagës minimale në 500 euro. Sipas tyre, nisma prek në shkallë të gjerë bizneset e veçanërisht ato që janë të formalizuar me rrogat. Rritja e pagës minimale është një premtim që çdo parti politike e bën pjesë të programit elektoral në çdo fushatë zgjedhore. Edhe këtë herë, 2 partitë kryesore premtojnë se do të rrisin me ligj pagën minimale në 500 euro në janar të vitit 2026. Aktualisht, paga dysheme është e pandryshuar në 40.000 lekë bruto nga viti 2023. Por pse partitë politike kanë pjesë të premtimeve të përsëritura? Është efekti populizmit, është dëshira për të marrë vota dhe duke pasur parasysh që paga minimale përfshin një shtresë shumë të gjerë të popullsisë, patjetër që ashtu siç merrem me pensionet, merrem edhe me pagën minimale. Pra them, efekti elektoral 1 dhe populizmi 2 janë arsyet që në çdo moment paga minimale preket, dhe interesante është që ne prekim paga minimale dhe atëherë kur kemi zgjedhjet pushtetit lokal që nuk ka lidhje fare, partitë politike e premtojnë. Pavarësisht se ne mendojmë që ka një nivel ose një standard jetese, pjesa më e madhe janë me minimumin jetik. Dhe nisur nga kjo, normalisht që sfida ose dalja me pjesën që unë do rris pagën minimale bën që shumë veta që janë në zonën gri të kthehen dhe të pranojnë dhe të votojnë për atë pjesë që do t'i rrisi pagën minimale. Rritja e pagës me detyrim nga qeveria është një kosto më shumë për biznesin. Për ekspertët, pagat rriten bazuar në produktivitet, ndërsa në tregun vendas janë rritur vetëm me ligj. Por kush përfiton më shumë nga një vendimarrje e tillë? Paga minimale, efektin e ka vetëm tek biznesi formal, sepse biznesi informal, ai i cili vazhdon në paligjshmëri të kryej aktivitet, nuk ndikohet nga kjo dhe vazhdon punon normalisht, ndërkohë që biznesi formal dëmtohet deri në një farë mënyrë, sepse kur ti vendos me urdhër dhe me një lloj detyrimi pagë minimale, ai mund mos ketë mundësi ta përballojë ose do detyrohet të hyjë në kostot. To duhet të jenë në bazë të një trendi, në bazë të një formule të kontrolluar dhe një plani që ka bërë qeveria për sa i përket të ardhurave, pasi në momenti që ne vendosim pagën minimale, kanë rritje normalisht edhe sigurimet dhe gjitha që rëndojnë buxhetin e biznesit privat. Prej disa vitesh tregu është në presionin e rritjes së pagave për shkak të mungesës së punëtorëve. Paralelisht me këtë fenomen, evazioni në tregun e punës mbetet ende i lartë, ndërsa aplikimi i taksave mbi punën janë një tjetër element që po ndikojnë negativisht në formalizimin e tregut të pagave. Futja në treg e tonelatave të mishit të pulës me salmonel tregoi mungesën e sigurisë ushqimore në vendin ton. Ekspertë të fushës thonë se është domosdoshmëri shtimi i laboratorëve në pikat kufitare për identifikimin në kohë të produkteve të rrezikshme. Pas skandalit me mishin e pulës të kontaminuar me salmonel që u importua nga Brazili në Shqipëri, ish zëvendës ministri i bujqësisë Alban Zusi sugjeron ngritjen e laboratorëve në pikat kufitare për të kryer analiza të shpejta për produktet ushqimore që futen në vendin ton. Në pikat hyrëse të kemi laboratore, paktën laboratore për analizat të shpejta, analizat të cilat mund të dalin brenda disa orësh kur kemi dyshime. Natyrisht nuk është e kollaj që të bësh një laborator të mirë pajisur në 5-6 pika kufitare që ne kemi. Laboratorët e mirë, laboratorët e specializuar mund të jenë edhe ato laboratorët qendror që ne kemi në Tiranë, në Suvi apo në ndonjë laborator tjetër privat i akredituar.
Por në pikat hyrëse disa analiza bazike të shteta duhen bërë. Detyrim për bizneset, thon njohuesit e fushës, duhet të jetë edhe që produkti të magazinohet deri në daljen e përgjigjes së analizave. Në rastin konkret, sipas Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, kompania importuese AMG Food nuk e ka zbatuar urdhrin për magazinimin e mishit të pulës. Të gjitha bizneset ushqimore në kuadër të programeve të tyre të vetkontrollit mbi sigurinë ushqimore kanë detyrimin që her mbas herët në bazë të një plani të caktuar të bëjnë analiza të brendshme për vetkontroll përveç analizave zyrtare. Ajo çfarë duhet bërë gjithmonë është në momentin që merret kampionatura, duhet shkruar që kjo parti i mallit për X kohë duhet të qëndrojë pa lëvizur. Të premten AKU pranoi se në Shqipëri ishte futur një ngarkesë me fileto pule, nga e cila 7.9 ton rezultoi me salmonel. Administratori i kompanisë që importoi mishin, Arben Goxha, është në kërkim nga policia, ndërsa vëllai i tij dhe 3 inspektorë të AKU-s janë proceduar penalisht. Gjatorëve të para të mëngjesit të kësaj të hëne në fshatin Golem të Lushnjës, 2 persona të pa identifikuar kanë vjedhur një furgon dhe një kasafort në pronësi të një biznesi. Por gjatë largimit nga vendi i ngjarjes për t'u shmangur policisë, mjeti furgon ka dalë nga rruga. Më pas grabitësit janë larguar me një tjetër mjet. Policia ka gjetur edhe kasafortën e vjedhur nga autorët, e cila ishte e pahapur. Grabitësit që janë fiksuar nga kamerat e sigurisë kanë qenë të maskuar. Uniformat blu kanë shoqëruar deri tani 2 persona. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, mirupafshim.